Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Ministri i Bujqësisë Andi Salla njoftoi se mbështetja për fermerët përmes skemës kombëtare 2025 arrin në 6.4 miliard lek me një rritje prej 20.8%, duke përfituar rreth 65.000 fermerë, prej të cilëve 49.800 janë mbështetur me naftë 100%. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla në rrjetet sociale njoftoi se mbështetja financiare për fermerët shqiptar do të rritet ndjeshëm në fund të këtij viti, pas miratimit të aktit normativ, i cili shton fondet për skemën kombëtare me 2 miliard lek, duke shënuar një rritje prej 20.8% krahasuar me një vit më parë. Sipas ministrit, fondi i shtuar synon uljen e kostove të prodhimit dhe garantimin e vijimësisë së prodhimeve bujqësore dhe blegtorale Made in Albania, duke konsideruar skemën kombëtare si një instrument kyç për forcimin e prodhimit vendas dhe ekonomisë rurale. Me aktin normativ të fundvitit, mbështetja për fermerët përmes skemës kombëtare 2025 arrin në 6.4 miliard lek, një rritje prej 20.8% krahasuar me një vit më parë. Drejt për drejt në shërbim të fermerëve për të ulur kostot dhe për të siguruar vijimësinë e prodhimeve Made in Albania, theksoi ministri Salla. Ai shkrua në postim se deri më tani kanë përfituar rreth 65.000 fermerë, nga të cilët 49.800 janë mbështetur me naftë në masën 100% dhe akti normativ garanton pagesën e plotë për çdo fermer të kualifikuar brenda vitit buxhetor, duke siguruar korrektësi dhe transparencë në zbatimin e skemës. Hyn në fuqi çmimet e reja të referencës për zhdoganimin e mjeteve të përdorura, rriten deri në 25%. Rriten me 25% çmimet e referencës që përdoren nga doganat për zhdoganimin e automjeteve të përdorura për kategorinë e autoveturave, kamionët, kamionçinat dhe furgonët. Çmimet e referencës përdoren për zhdoganimin e automjeteve të përdorura me vit prodhimi më të hershëm se viti i fundit i publikuar në buletinet zyrtare të çmimeve që përdorin doganat si Quattro Rote, Tutto Transporti e të tjerë, që pasqyrojnë çmimet e shitjes në tregjet evropiane. Rritja parashikohet në udhëzimin e ri të Ministrisë së Financave për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin numër 3, datë 23 i pari 2018, për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore i cili ka hyrë në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare. Sipas udhëzimit për automjetet me cilindrat nga 1400 deri në 1900 cc, pragu minimal i zhdoganimit rritet nga 200.000 lek në 250.000 lek, duke shënuar një rritje prej 25%. Për automjetet me cilindrat nga 1900 deri në 2500 cc, vlera e referencës rritet nga 325.000 lek në 406.000 lek ose rreth 25% më shumë. Për automjetet me cilindrat nga 2500 deri në 3000 cc, çmimi minimal i zhdoganimit rritet nga 400.000 lek në 500.000 lek me një rritje prej 25%. Për automjetet me cilindrat nga 3000 deri në 4500 cc, pragu minimal rritet nga 500.000 lek në 625.000 lek, që përfaqëson një rritje prej 25%. Ndërsa për automjetet me cilindrat mbi 4500 cc, vlera minimale e referencës mbetet e pandryshuar në nivelin 1 milion lek. Rritja 25% është miratuar edhe për çmimet e referencës për kategorinë e mjeteve si kamionçin, furgon dhe kamion. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, alkooli është përgjegjës për 1 në 3 vdekje nga lëndimet dhe dhuna në rajonin evropian. Gati 145.000 vdekje të lidhura me lëndimet i atribuohen alkoolit, duke përfshirë vetlëndimin, lëndimet në trafikun rrugor dhe rrëzimet. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë për rajonin e Evropës, bazuar në të dhënat e vitit 2019. Alkooli është përgjegjës për 1 në 3 vdekjet nga lëndimet dhe dhuna në rajonin evropian, duke paraqitur një kërcënim të madh për shëndetin publik, veçanërisht gjatë periudhave të festave kur konsumimi zakonisht rritet, tha organizata botërore e shëndetësisë. OBSH për Evropën tha se rajoni ka nivelet më të larta të konsumit të alkoolit në nivel global, me përdorimin e alkoolit që shkakton rreth 800.000 vdekje çdo vit, rreth 1 në çdo 11 vdekje. Mediat e huaja shkruajnë se raporti theksoi një lidhje të fortë midis alkoolit dhe dhunës, duke thënë se më shumë se 40% e vdekjeve nga dhuna ndërpersonale dhe mbi 1/3 e vdekjeve nga vetlëndimi në vitin 2019 ishin të atribueshme alkoolit. Gratë dhe fëmijët preken në mënyrë disproporcionale, veçanërisht përmes dhunës nga partneri intim. Alkooli gjithashtu përbën një kërcënim serioz për adoleshentët dhe të rinjt, tha organizata botërore e shëndetësisë, duke përmendur pirjen e tepërt episodale si një faktor kyç pas lëndimeve rrugore, mbytyjeve e rënieve dhe vetlëndimit midis grup moshave më të reja. Pavarësisht progresit në dekadat e fundit, pabarazitën preta vazhdojnë në të gjithë Evropën, vuri në dukje raporti.
Vendet e Evropës lindore shohin shkallën më të lartë të vdekjeve nga lëndimet që lidhen me alkoolin. Lidhen më shumë se gjysma e të gjithë vdekjeve nga lëndimet në disa vende, krahasuar me më pak se 20% në shumë shtete perëndimore dhe jugore. Organizata botërore e shëndetësisë gjithashtu kërkoi qeverive të forcojnë politikat e kontrollit të alkoolit, duke përfshirë taksa më të larta, ndalime më të rrepta të marketingut, zbatim më të rreptë të drejtimit të makinës në ndikimin e alkoolit dhe shqyrtim të hershëm në mjediset e kujdesit shëndetësor, duke thënë se masa të tilla mund të parandalojnë 10 mijëra vdekje të parakohshme çdo vit. Kosova, një ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen nesër, nisi sot votimet me votuesit nga diaspora. Një ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen nesër në Kosovë, në përfaqësi diplomatike u votua sot. Në orën 5 të mëngjesit, me kohën lokale të Kosovës, në konsulatën e Republikës së Kosovës në Stamboll, ka filluar votimi për diasporën, që janë regjistruar për votim fizik për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Si dhe në orën 7 të mëngjesit, votimi në përfaqësi diplomatike ka filluar edhe në 24 përfaqësi diplomatike në Evropë. Qytetarët e Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe janë regjistruar me sukses për votim në përfaqësitë diplomatike mund të votojnë me letër njoftim, pasaport ose leje vozitjeje të Republikës së Kosovës. Lejohen edhe dokumentet me afat të skaduar sipas vendimit të KQZ-s, tha KQZ në njoftim. Për votim me post janë rreth 58.000 votues. Të dielën më 28 dhjetor do të zhvillohet procesi i rregullt i votimeve për qytetarët e Kosovës që jetojnë brenda shtetit, në 948 qendra të votimit, ku 910 do të mundësojnë votimin e rregullt me 2557 vend votime. Ndërkaq në 38 qendrat e tjera, nga një për çdo komunë, me 57 vend votime, do të mundësohet votimi me kusht. Në procesin e votimit të dielën, të drejtë vote kanë edhe shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit, por që nuk janë regjistruar për votim me post ose votim fizik në përfaqësi diplomatike. Numri i qytetarëve për të votuar në vend votime në Kosovë është 1.999.204 votues. Ndërkaq në këtë listë nuk janë përfshirë 77.086 shtetasit e Kosovës, të cilët janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës. Zyra e kryeprokurorit të shtetit njofton se për zgjedhjet për kuvendin e Republikës së Kosovës të dielën janë angazhuar rreth 100 prokurorë të shtetit dhe zyrtarë të sistemit prokurorial, të cilët do të qëndrojnë kujdestar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës deri në përfundim të procesit zgjedhor, me qëllim të procedimit të çdo parregullësie që mund të ndodhë në këto zgjedhje. Bullgaria do të prezantojë euron më 1 janar 2026, duke u bërë antarja 21 e eurozonës. Bullgaria do të prezantojë euron më 1 janar 2026, duke u bërë antarja e 21 e eurozonës. Bullgaria ju bashkua Bashkimit Evropian në vitin 2007. Euro nuk është vetëm një monedhë, por një zgjedhje strategjike që forcon pozicionin e Bullgarisë në Evropë, tha kryeministri bullgar Rosen Zhelyazkov në një konferencë në kryeqytetin bullgar Sofje në nëntor. Monedha kombëtare leva ka qenë e lidhur me euron që nga viti 1999, ndërsa procesi zyrtar i bashkimit me zonën euro filloi në 2018 dhe u përforcua me përfshirje në mekanizmin evropian të kursit të këmbimit në 2020. Treguesit makroekonomik të Bullgarisë janë të qëndrueshëm. Inflacioni rreth 2.8%, deficiti buxhetor 3%, borxhi 24%, ndërsa PPB-ja reale pritet të rritet me 2.7% në 2026. Megjithatë, ekonomia bullgare ka ende sfida si struktura e tregut të punës dhe nivelet e pagave që janë 59% e mesatares së Bashkimit Evropian. Ekspertët paralajmërojnë për kujdes në shpenzimet pas futjes së euros dhe nevojën për të shmangur çrregullime të tregut. Paqëndrueshmëria politike dhe korrupsioni mbeten shqetësime, duke pasur Bullgarinë me 7 zgjedhje parlamentare që nga 2021. Ndërkohë opinionet publike mbi futjen e euros janë të ndara. Disa presin investime të huaja dhe integrim të madh në BE, ndërsa të tjerë shqetësohen për inflacion dhe humbjen e kontrollit monetar. Sipas ekspertëve, futja e euros thellon integrimin e Bullgarisë me Evropën perëndimore dhe forcon pozicionin e vendit në eurozonë, ndërsa euroskeptikët mbeten pakicë. Antarësimi i Bullgarisë lë vetëm 6 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian jashtë zonës së euros: Suedin, Polonin, Republikën Çeke, Hungarin, Rumanin dhe Danimarkën. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.